Miqtë e mi, përshëndetje. Iligu di se ti josh viktimat e gjora. Tregon Karemin duke fshehur grepin dhe nxit dëshirën duke fshehur rrezikun. Djaloshi në historinë tonë të sotme ishte në ndjenjë të rrezikut që fshihej pas shtigjeve të errta, por tani është atje ku duhet jetë, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Mendoj se do më duhet të vras. Të lutem mos qello. Tashmë i ke marrë të gjitha paratë që kisha. Dëgjoni çfarë thot. Tani, më përgjëro që mos ta të vras. Të lutem mos më vrit, nuk dua të vdes, të lutem. Ç'është e lutur? Përgjëro të thash, bëj çfarë se të them. Të lutem mos më vrit, të përgjërohem. Ec, më shumë. Persi, përse u vënove kaq shumë? Mami ngeli duke pyetur për ty. Mos ke qarë gjë? Më kanë grabitur. Kush kështu? Disa kriminal të një bande. Më drejtuar në armën në kraharore dhe më detyruan të futesha në kopshin e pasëm të një shtëpie. Po ti nuk isha as para, pse duhet ta bënin këtë? Ata duan vetëm të tregojnë se sa të fort janë, edhe këtë e bëjnë duke i tmerruar njerëzit për vdekje. Dhe kjo gjë më ka ardhur në maj të hundës. Po ndiqni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 324, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Persi, ti mund të vish për të jetuar këtu me ne, por je i sigurt që do të shkosh në kohë në shkollë? Gjyshe, e kam të zgjidhur këtë pjesë. Do të marr trenin edhe më pas një autobus që do të më lër tek dera e shkollës. Nuk e kuptoj pse dëshiron të shkosh deri atje, ha? Sepse të gjithë shokët atje i kam, gjyshe. Unë dua të jetoj me ty dhe të largohem nga ajo lagje. Me që thua kështu? Do me thënë mund të vi për të jetuar këtu këtë vit? Mund të vish që të shke me ta, por ama kam disa rregulla për ty. Rregulli i parë, do të vazhdosh të shkosh në shkollë. Rregulli i dytë, do të qëndrosh larg drogës dhe kriminalëve. Dhe rregulli i tretë, të shtunën, gjysmën e ditës, ti do ta kalosh duke ndihmuar gjyshin. Në rregull, gjyshe. Shumë mirë pra. E ja shkojmë të blejmë disa rroba të reja për shkollën. Personazhi i historisë sonë të sotme u rit në një lagje të shtresës së mesme, në një nga periferitë e Chicagos, e nuk i mungoi asgjë nga ana shoqërore. Familja e tij shkonte rregullisht në kishë dhe ai këndonte në kor. Kishte dy prindër që e donin, dy gjyshër të dashur dhe një motër të vogël. Megjithatë, Percy Edmonds mendonte se diçka i mungonte. Ai u mashtrua, dhe kjo është dëshmia e tij e vërtetë që tregon se si ai u bë i lirë nga prangat. Në të vërtetë asnjëherë nuk e njoha baban, i cili vdiq pasi kaloi 5 vjet në burg për grabitje. Unë kisha emrin e tij, prandaj familja më quajti Percy. Isha 6 vjeç kur i mat pësoi infarkt të shkaktuar nga një mbidoz kokaine. Njerku ishte si një baba i vërtet për mua. Ai më mësoi të luaja, më çonte të shihnim ndeshje, edhe kur isha në klasën e 6, ai më futi në një shkollë të krishterë. Në moshën 6 vjeçare fillova të shkoja në kishë, edhe çdo gjë ndryshoi. Sidoqoftë, unë të riqesha nga miqtë e kësaj bote. Dëgjoja muzikë rap, shikoja filma me gangster, edhe në fund fillova të pija marijuanë. Në vitin e parë të shkollës së mesme, kalova një krizë identiteti dhe mendoja se lumturia mund të fitohej vetëm nëse do të bësha pjesë e gangsterëve. Ndikim të madh në lidhje me këtë kishte edhe kushëriri im që erdhi të jetonte në qytet. Ç'kemi plago? Si e? Unë jam pitbull. Ej, kusho, ç'ke që më godet? Përse sillesh kështu me mua? Sepse je shumë i but, Percy. Tani jam goril. Mjaft më godite pra, nuk të lejoj më. Tani po që po flet si burr, më sot i jesh i ashpër. Lufto. Ti duhet të reagosh nëse dëshiron të mbijetosh në jetën e rrugës. Ej, mjaft tani, nuk më pëlqen të më ngacmojnë. Atëherë fillo të merresh me peshngritje si unë. Ja, më shiko mua,
Nuk pranoj asgjë nga askush. Tani jam si një pitbull i vogël. Ha! Ai e mbushi trupin me tatuazhe dhe flokët i rriti për t'i bërë gërshet. Më pas u shpërngul në pjesën jugore të Chicagos, duke u bërë pjesë e një bande gangsterësh. Ai u kthye i veshur me rroba moderne, me një makinë të bukur që kishte sistem zëri të amplifikuar edhe me vajza brenda. Unë e imagjinova veten sikur isha në vendin e tij, sikur kisha edhe mbështetjen e 50 djemve që supozohej të ishin miqtë e mi. Ai kishte gjithnjë mjaftueshëm drogë. Të pëlqen malli Persi. Është i papar. Po që kur ke filluar të pish parti herë, ha? 2 muaj më parë, me djemt e korit të kishës. Me djemt e korit the? Po me ta. Ende po punon në kompaninë e babait tënd? Jo më. Më pushuan. Pse? Apo pan sa dembeli ishe, ha? Si e gjete? Dëgjo, ne kemi lindur për të festuar. Plako, kam menduar të bëhem pjesë e bandës. E pse? Sepse kam parë si jetojnë. Ata kanë çdo gjë, përfshirë edhe vajzat. Nuk është aq e lehtë sa duket, Persi. Ata të detyrojnë të bësh gjëra që mund të mos të pëlqejnë. Ti je besimtar? Jo më, Plako. Jo më. U lidha me një band gangsterësh të Chicagos. Merrja drog, nuk mësoja më në shkollë, edhe sillesha mirë me vajzat për t'i bërë për vete. Mendoja se djemtë e qytetit ishin më interesantët në botë. Një natë, ata më lejuan të udhtoja me ta duke dëgjuar muzikë rap, ndërkohë ata shpërndanin drogë. Më pas, drejtuesi tyre më mori me një anë, më ktheu me fytyrë nga lindja, edhe më kërkoi t'i përsërisja disa lutje satanike. Ata më ndryshuan emrin në Pifo, njësoj siç ndryshonin disa gjëra që unë nuk i kuptoja. I hapa vetes një derë që më nxori në botën e ligësisë. Ligësi që unë përpiqesha t'ia fshihja gjyshes. Persi, mos u përpiq të fshihesh djalosh. Unë ta kam bler atë xhaket me kapuç, apo harrove? Ç'kemi gjyshe? Për në shtëpi isha nisur. Jam e sigurt që po. Hajde ecim bashkë tani. Pa më thuaj more bir. Ç'kërkon këtej nga këto anë të lagjes ti? Unë po prisja një shok. E po këtej vetëm probleme gjen. Gangster dhe vetëm probleme. Ytat zurimend me të keq. Po kështu edhe xhaxhallarët e tu. Mendo pak për të gjithë ata të rinj që janë vrarë në rrugë. Shumë prej tyre as të 20-at nuk e kishin arritur, megjithse ytat vdiq një muaj para se të mbushte 25. Persi, përse po shkon nga ajo anë e rrugës? Po të thash pra gjyshe që isha duke pritur një shok. Në fakt po prisja jo një, por disa shok. Një ditë u larguam nga shkolla për të pirë drogë në garazhin e shtëpisë së një vajze. U ulëm në errësirë dhe morëm drogë, por pa pritur në errësirë u duk drita e një elektriku dore që na verboi. Ishte një polic. Duke qenë se më arrestuan, më përjashtuan edhe nga shkolla, por kjo nuk më ndaloi. Nëna më nxori nga burgu. Pa kaluar shumë kohë, u përpoqja të shisja drogë në një nga lagjet e Chicagos. Puna që bëja ishte ndër më të rrezikshmet. Ne quheshim të çmendurit. Unë e fsheha drogën në një nga kioskat e lagjes, edhe merja aq sa më nevojitej. Shisja nga ora 3 pas dites deri në mesnatë, dhe kisha aq shumë para sa nuk i kisha parë kurrë më parë. Kur do të merja pakon e fundit, një polic u afrua duke më drejtuar armën. Po vrapove do të qelloj. Alo? Gjyshe, jam unë. A mund të vish të më marrësh? Tani në mes të natës? Po ku je njëherë? Në burg. Në burg? Pse? Më kapën duke shitur drogë. E harrove marrveshjen që bëm së bashku në fillim kur erdhe ti jetoje tek ne? Ram dakord se ti do të qëndroje larg drogës, por ti ama nuk e ke mbajtur fjalën. Kështu që nuk do vi të të marr. Gjyshe, nëse nuk vjen do të më çojë në një burg ku mbahen të rinjt. E po shihemi atje atëherë.
Pas disa ditësh, nëna ime erdhi në burgun e të rinjve edhe më nxori jashtë. Isha shumë i gëzuar që po e shihja. Akuza ishte zotrimi i substancës me qëllim shitje, vetëm 300 metra larg shkollës edhe kishës. Kjo ishte akuzë e rëndë. I tmerruar për vdekje, u kërkova miqve të më tregonin se çfarë më priste në burg nëse më dënonin. Nuk di ç'të them, Pifo. Nuk kam qenë asnjëherë në një situatë të tillë. DJ-n e kam futur një herë pas ekurave, pse nuk pyet atë më mirë? E pyeta, edhe më tha që duhet të tregojemi fort nëse dua të mbijetoj. Atëre fillo të praktikohesh. Do me thënë, ti thua se nuk kam rrugdalje? Kjo është hera e parë që më dënojnë. E di, por... Një djalë që njoja doli mban të mos futej brenda, edhe më ka thënë të mos shqetësohem. Po, por kjo është një akuzë e rëndë sepse të kanë kapur më shumë se një herë, plako. E di që çështja është serioze, por ishte hera e parë që më kapën duke shitur. As nuk arrita t'i shpenzoja paratë që kisha fituar. Ti je pa fat, Pifo. Shumë pa fat. Ndërkohë që prisja ditën e gjykimit, makthi i burgut më pushtoi të gjithin. Fillova të kryeja krime të vogla, gjëra pa vlerë, vidhja birra. Duke përdorur një pistolet me gogla, u përpoqja të grabisja një burr në një pikë karburanti. Një herë tjetër, u përpoqja të vidhja një kapuç në një dyqan rrobash me ofertë, por 2 burra më kyçën brenda derisa erdhi policia. Ata më futën në një burg ku mbaheshin të rinjt, duke pritur dënimin që do të merrja. Gjyshja erdhi të më vizitonte. Do t'ja dalësh mban, Persi. Nuk e besoj, gjyshe. Ekziston gjithmonë një rrugdalje, birr. Jo kësaj here. I kam katranosur keq gjërat. Ti je i zgjuar. Do t'ja dalësh ke për ta parë, birr. Kështu mendon? Unë po përpiqem të dukem i ashpër në fytyrë që të më kenë frikë. Se mos tregohesh i ashpër në gjykat. Jo, vetëm në burg. Ti je 16 vjeç dhe kjo është hera e parë që të dënojnë. Djemt thonë se gjykata po pret që të mbush 17 vjeç në mënyrë që të më trajton si të rritur. Shpresoj që jo. Gjyshe, do të më duhet i kaloj këtu Krishtlindjen edhe vitin e ri. Po ashtu edhe ditëlindje në muajin shkurt. Persi, ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Nuk mund të kundërshtoj dot në këtë pikë, por as të shkoj në burgun e Kontes Cook të Illinoisit nuk dua. Po pse atje do të çojnë? Kur të mbush 17 vjeç, po. Në burgun e Kontes Cook të Illinoisit, më vendosën në një dhomë me 50 djemë të moshës 17 vjeç e lartë. Dhomën e quanin konvikti i betejës, vetëm për dhunë flitej. Natën e parë bërtisnin, godisnin dyert edhe shanin. Të burgosurit na detyronin të mësonin përmendësh lutje edhe i thonim kudo që ata na kërkonin. Qëndrova atje 3 muaj duke pritur datën e gjyqit. Avokati im nuk ishte shumë i zoti. Shumë njerëz u paraqitën si dëshmitar. Fjalët edhe dashuria e gjyshes ishin si një thik me 2 presa në zemrën time. Gjyqtarja ishte zezake edhe mendova se mund të shpëtoja. Djalosh, kemi dëgjuar se keni qenë nxënës i mirë në shkollë, por provat kundër jush të lënë pa fjalë. Policia ju ka mbikëqyrur dhe ju ka parë kur i keni shitur drog një numri të konsiderueshëm njerëzish brenda 9 orëve. Po ashtu ju kanë kapur me xhepat e mbushur plot me para dhe drog. Njeriu duket nga veprat dhe veprat tuaja flasin kundër jush, zoti Edmonds. Për këtë arsye, gjykata ju shpall fajtor dhe ju dënon me 6 vjet burg. Jo. Mos qaj, gjyshe. Unë do t'jem shumë mirë. Edhe unë qava kur dola nga salla e gjyqit. Më transferuan në burgun e Joliet Correctional të Illinoisit edhe më mbyllën për 1 muaj në qeli, duke më nxjerrë 1 herë në javë për t'u larë edhe për të bërë vizita mjekësore. Më pas, më dërguan në burgun Robinson Correctional në jug të Illinoisit, burg i cili nuk kishte një sistem sigurie të lartë. Ushqimi ishte i mirë, edhe kisha shumë privilegje. Merresha me peshngritje, shikoja televizor, edhe me djemt përdorja një fjalor që linte për të dëshiruar. Pas disa muajsh më dërguan në një kamp pune ku shërbeja në kuzhinë, por nuk mbaja qëndrimin e duhur. Atje bisedova me një nga djemt. Pifo, Ç'kemi plako? Si e? kam dëgjuar se e ke pirë ti alkolin. E po dikush duhet ta bënte. Po ç'ne? Nuk je më dhe aq i privilegjuar në palestër, apo jo? Më keq akoma. Çfarë do të thuash? Je sjell keq me komandantin? Jo. Kam gjithmonë oficer nga pas që më mbikëqyrin. Bëj kujdes, Pifo. Ndryshe kam për të dërguar në ndonjë vend që nuk do të pëlqej.
Pse ty të pëlqen ky vend? Nuk është edhe aq keq. Tu vetëm 100 veta jemi. Komisari ti jep mall të mirë. Nëse ke para. Vendet e tjera mbase nuk janë kështu. E po, këtë do ta zbuloj. Ku do të shkosh? Në Denville. Burgu i Denvillit nuk ishte shumë i madh, por ishte i siguruar mirë. Ishte i rrethuar me tela me gjëmba dhe me kulla roje, si një shtëpi e madhe që mbante kriminal me emër. Tregohesha jashpër duke shfryrë për të treguar se nuk kisha frikë edhe merresha me peshkngritje. Gjithashtu, i lash flokët të më rriteshin për t'i bërë gërshet. Dëgjoja muzikë rap për orë të tëra. Imitoja një grup muzikor edhe lehja si qenë në pranitë të tjerëve. Duhet ta humbisja identitetin tim të vërtet. Pasi qëndrova pas hekurave për 2 vjet e gjysmë, në datën 3 korrik të vitit 2002, më lanë të lirë. Tek stacioni i trenit më priste tezja me nënën edhe motrën. Shkua me makinë në shtëpi, ku më priste gjitha i ushqim. Si ishte jeta në burg, Percy? E pse do ta dish? Thjesht po të pyes. Unë mendoj se do të kisha vdekur nga frika. E po duhet të tregohesh i fortë atje brenda. Është e vërtet që rojat e burgut janë të pamëshirshëm? Shumë e vërtet. Ashtu janë. Sa e frikshme. Sidoqoftë, askush nuk e ngriti ndonjëherë dorën të më prekte. U sigurova që kjo të mos ndodhte. A të dërguan ndonjëherë në qelinë e izolimit? Çi ke gjithë këto pyetje një herë? Kaq pa vlerë të duke mund ty? Unë thjesht po të pyesja. Po pra po. Unë kisha kaluar 10 ditë në qelinë e izolimit, por nuk doja të flisja për këtë. Burgu të prek mendjen, edhe mendja ime ishte e mbushur plot me zemërim, frikë dhe lëndim. I bëra flokët gërsheta duke i zbukuruar me ruaza të zeza e të verdha. Vura vëth edhe fillova të tregohesha jashpër në fytyrë për t'i trembur të tjerët. Njëherë një grua më tha: "Djalosh, për ti nuk ke shumë që ke dal nga burgu." Brenda një jave u sistemova në Chicago, duke ju treguar të tjerëve muskujt. Shumë shpejt fillova të rria me një band të vjetër gangsterësh. Mbaja armë me vete edhe grabisja njerëzit. Kështu më arrestuan sërish. Atëherë më arrestuan 3 herë për mbajtje droge edhe për lëvizje në vendet e izoluara dhe jo të përshtatshme. Këto ishin krime të çuditshme. Një ditë po flisja në telefon me nënën edhe motrën, ndërkohë që po bisedoja me nënën, duke u mburrur për aktet e mia heroike, motra më ndërpreu. Të duket vetja burr tani? E po ja që nuk je. Burrat paguajnë faturat, kanë një punë, kanë shtëpinë e tyre dhe ti nuk ke asgjë nga këto. Je ende një djalosh i paritur. Fjalët e saj më lënduan edhe e shava. Megjithëse ajo kishte të drejtë. Isha 81 kilogram edhe gati 2 metra i gjatë, por ende një djalosh nga brenda. Duke qenë se më dhan arrest shtëpie, shkova të jetoja me tezen e cila më fliste për Perëndin. Ajo më kujtonte predikuesin që kisha dëgjuar kur isha fëmijë. Atë që më predikoi kur isha në kamp, edhe që më tha se Perëndia kishte një thirrje për jetën time. Djali i tezës më lexonte nga fjalët e urta edhe fillova të ndiqje një predikues në televizor. Një ditë, tezja tha: "Percy, Perëndia ka diçka të veçantë për ty, por djalli dëshiron të shkatrojë." U lodha duke qëndruar në arrest shtëpia, kështu që hoqa rripin sinjalizues nga këmba edhe jam mbatha në Chicago. Brenda një jave më kapën edhe më futën sërish në burgun e Kontes Cook të Illinoisit. U dëshpërova aq shumë sa çdo ditë mendoja të vrisja veten. Një nga të burgosurit e vuri re që isha i trishtuar edhe më ftoi në shërbesën që bëje në burg, ku disa nga këngët më bënte qaja. Disa prej tyre i kisha dëgjuar kur isha fëmijë, edhe predikimi më bëri të qaja. Por kur erdhi plotësimi i kohës, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje, të vënë nën ligj, që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë. A e dini që ai na zgjodhi në të përpara themelimit të botës? Nëse asnjëherë nuk ju kanë dashur, ta dini se Perëndia ju do. Ai ju do aq shumë sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin që të vdiste në një kryq druri për mëkatet tuaja. Në këtë është dashuria. Jo se ne e deshëm Perëndin, por që ai na deshi ne edhe dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. Përse? Që ne të mund ta kalojmë përjetësinë në qiell me të. Kjo është dashuri. Perëndia ju ka zgjedhur që të jeni fëmia i tij
duke u dhënë një trashëgimi. Është një privilegj të jesh i birësuar në familjen e Perëndis. Apo jetoni si fëmijë i Perëndis? Apo jeni duke jetuar si i liku? A jeni lodhur duke e ndërlikuar jetën tuaj? A jeni lodhur duke e lënduar familjen tuaj? A jeni lodhur duke ardhur në burg? A ndiheni të lodhur? Unë kam qenë vetë në burg, edhe di se sa e lodhshme është. Por lejomni t'ju them që Jezus Krishti mund t'ju bëj të lirë. Ejani te kryqi edhe merrni falje. Ejani te kryqi edhe merrni jetë të re. Dola përpara dhe ja dorëzova jetën time Krishtit. U pendova për mëkatet, edhe i kërkova atij të më jepte një jetë të re. Një predikues tjetër erdhi javën tjetër, edhe dola sërish përpara për të qenë i sigurt se isha shpëtuar. Ishte shtatori i vitit 2002, edhe jeta nuk ishte më njësoj. Fillova të lexoja Biblën, gjynjëzohesha përpara shtratit për t'u lutur, edhe bëja studime biblike me të burgosurit e tjerë. Persi, nuk mërzitesh kur djem të thrasin predikues? Jo, përkundrazi, më pëlqen. Më kujton se duhet të jetoj gjithnjë në atë mënyrë që e kënaq Perëndin. Jo si profeti Jona që ja mbathi nga ajo që Perëndia i kërkoi të bënte. Mbase duhet ta studiojmë atë libër. Tek libri i Jonës nxjerrim mësime të dobishme, siç është bindja ndaj Perëndis, pavarësisht asaj që ai na kërkon të bëjmë. Jona kishte ngjashmëri me Krishtin. Jona qëndroi në barkun e peshkut 3 ditë, edhe Krishti qëndroi në varr po 3 ditë. Ashtu si Jezusi u ringjall prej së vdekurish, ashtu Perëndia e nxori Jonan nga barku i peshkut. Do me thënë, libri i Jonës flet për ringjalljen. Jo tamam për këtë. Flet më shumë për mëshirën e Perëndis ndaj shërbëtorëve të tij, edhe kur ata nuk i binden atij. Ky është një demonstrim i dashurisë që Perëndia ka për njerëzimin, edhe për ata që nuk e njohin atë. Me sa shoh ti po që di shumë gjëra për Biblën. Unë nuk di aq sa duhet. Po, ke shkuar në kish kur ke qenë i vogël? Po, por kam shkuar për arsyet e gabuara. Për ndonjë vajzë, ëh? Në fakt kam shkuar edhe për një vajzë, e cila më hodhi tutje si një letër kur më arrestuan për drogë. Është mëkat që të krishterët të marrin drogë? Po, është. Mbi të gjitha nuk është e ligjshme. Por, po sikur të ishte e ligjshme? Prap nuk duhet të marrim. Jezusi tha, askush nuk mund të shërbejë 2 zotrinjve, sepse ose do të urrej njërin edhe do ta dojë tjetrin, ose do t'i ngjitet njërit edhe do ta përçmojë tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni Perëndis edhe Mamonin. Wow, përmendesh që kishe mësuar këtë varg? Po, por po mësoj të tjerë. Ti e do shumë Perëndin, apo jo? Unë prekem nga mënyra se si ai më do mua. Nuk mendoj se do të mund bëja çdo gjë që ai do të më kërkonte. Dgjoj, ai ju jep të krishterëve frymën e shenjtë, që ju jep fuqi atyre t'i binden fjalës së tij. Me të vërtetë? Po, ti nuk mund ta luftosh mishin edhe djallin i vetëm. Mëkati ka shumë fuqi. Prandaj Perëndia dërgoi birin e tij që të thyente prangat e mëkatit që na mbajnë në sllavëri. Shiko pak vargun 23 tek letra e Romakëve kapitulli 6. Lexoje. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zoti tonë. A do doje të merrje jetën e përjetshme? Po çfarë duhet bëj? Asgjë, sepse Jezusi bëri çdo gjë që duhej bërë. Ti vetëm pendohu për mëkatet e tua, edhe pranoje dhuratën e Perëndis. Lexo këtu tek letra e Romakëve kapitulli 10, vargjet 9 edhe 10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Pasi qëndrova 1 vit në burgun e Kontes, dola përpara gjykatës edhe atje më dënuan me 4 vjet burg. Mora diplomën e shkollës së mesme dhe bëra disa kurse biblike. Mora dhe një certifikat si mekanik edhe si programues të dhënash kompjuterike. Gjithashtu, drejtoja studime biblike. Para se të dilja jashtë për të punuar, kalova disa muaj në Stateville, në burgun me siguri të lartë, një makth i gjallë. Në fund, erdhi njoftimi për të filluar punë në një qendër në Chicago. Alo? Gjyshe Persi jam. Apo kënaqesh në shtëpinë në Mississippi? Po, ndryshimi i klimës më ka bërë mirë birë. Ti
Po, prandaj të kam telefonuar. Nuk dua të mbështetem më tek familja, kështu që jam përpjekur të shkoj në ndonjë qendër rehabilitimi, por çfarë, ha? Duan të më dërgojnë në një qendër shpëtimi këtu në Chicago. Qendra quhet Pacific Garden Mission. Unë nuk dua që të shkoj atje gjyshe. Pse jo? Sepse është për të pastrehet. Doja të pyesja nëse mund të më dërgoje para që të vija në Mississippi? Sigurisht që po, Percy. Bordi i lirimit me kusht nuk pranoi të më transferoni në Mississippi. Kështu që në dhjetor të vitit 2004 shkova në Pacific Garden Mission. Asnjëherë nuk u shkurajova. Më pas dëgjova për programin biblik, bisedova me një këshilltar edhe u regjistrova. Por kisha probleme me legalizimin, edhe bëja gjëra që të isha i mirë për Perëndin. Në fund bisedova me kapelanin. Percy, kam dëgjuar se ke agjëruar këto kohë. Po, zotri. Gjithashtu jam betuar të mos ha më mish. Po pse? Perëndia kërkon që ne të agjërojmë. Jezusi nuk tha nëse agjëroni. Ai tha kur agjëroni. Për çfarë arsye po agjëron ti, Percy? Për të qenë sa më afër Perëndis. Mos ke probleme me fajin? Apo duket sikur nuk je i denj për dashurinë e Perëndisë dhe jo aq i mirë sa duhet për të? Po ju nga e dini këtë? Unë kam qenë i varur ndaj drogës dhe kam kaluar shumë kohë në burg. E di si ndihesh pas këtyre gjërave. Qelit e izolimit në Stateville janë një tmerr i vërtet. Kam qenë shumë i dëshpëruar. Si të isha i vdekur mes të gjallëve. Njerëzit pa Krishtin marrin frym, por në të vërtetë janë të vdekur, Percy. Gjatë natës unë pastroja dhe kaloja në çdo qeli. Djemtë më pështynin, më shanin, më shqyenin rrobat. Njëherë njëri prej tyre më tha: "Unë kam marr fund, por ti e ke edhe një mundësi të dytë. Mos u kthe më në këtë vend." Pastor, ai ishte si Lazari në ferr, për të cilin Jezusi foli tek Ungjilli i Lukës. E po Jezusi vdiq për të. Po, zotri, e di. Percy, Jezusi vdiq edhe për mëkatet e tua. Ti nuk mund t'i shtosh asgjë asaj që ai bëri në kryq. Do më thënë, nuk mund të bëj marrëveshje me Perëndin? Jo, nuk mundesh. Hiri i ti të mjafton. Thjesht bëj gjërat kryesore, studio Biblën edhe lutu. Shko në kish. Dëshmoju njerëzve dhe dorëzoju veprën së Perëndisë. Pastor, do të më pëlqente të bëhesha pjesë e korit edhe ndonjëherë të shkoja në konferencë. Kjo do të ishte shumë mirë për ty, Percy. Në kohë të caktuara të jetës do të takosh të krishterë të ndryshëm dhe ata do të inkurajojnë. Gjithashtu mund të bëhesh pjesë e shërbesës Buka e Jetës dhe të ndash ungjillin me njerëzit që marrin ushqime. Një ditë dua të dal në rrugë me pastor Filin. Dua edhe që të predikoj. Perëndia e dinte çfarë po bënte kur më çoi në Pacific Garden Mission. Mësova të isha shërbëtor duke ndjekur si shembuj pastorët. Ndaja ushqim në qendra dhe udhëhiqja mira të ftuar. Ndonjëherë predikoja 2 ose 3 herë në javë. Pasi punova si pjesë e stafit për një vit, edhe pasi përfundova një shkollë biblike me kohë të pjesshme, në vitin 2007, shkolla më dha një bursë pune me kohë të plotë. Ja kam dedikuar jetën time shërbimit ndaj Jezusit, duke i ndihmuar të tjerët të bëhen të lirë nga prangat. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që është dhënë njerëzve, me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Dëgjuesi dashur, Krishti vdiq për mëkatet tuaja, dhe ju mund merrni faljen e Perëndisë nëse luteni së bashku me mua tani. Atë Perëndi, unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. E besoj që ai u ringjall dhe jeton në pritësi me fuqinë për të më shpëtuar mua tani. Eja në zemrën dhe jetën time, Zoti Jezus, dhe më ndihmo të bëhem si ti. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse tani jeni bërë fëmija e Perëndisë, na shkruani dhe ne dërgojmë disa libra që do të ndihmojnë të ecni në këtë jetë të re. Adresa jonë është Radio 7, Kutija Postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 324. Kjo ishte historia e vërtetë e Percy Edmonds. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta joje është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.